Shtetet e Bashkuara rifillojnë sulmet kundër Iranit. Shtetet e Bashkuara nisën një raund tjetër sulmesh ajrore kundër Iranit mërkurën disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se armëpushimi midis dy vendeve mund të ketë përfunduar. Këto sulme bëhen një ditë pasi ushtria amerikane goditi disa zona ushtarake pasi Irani shënjestroi anije tregtare në brigjet e Omanit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se forcat e armatosur amerikane goditën rreth 90 objektiva ushtarake në Iran gjatë orëve të fundit. Përmes një postimi në rrjetin X, Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara deklaroi se sulmet synonin dobësimin e mëtejshëm të aftësisë së Teheranit për sulmuar anije tregtare në ngushticën e Hormuzit. Më 8 korrik, forcat e Komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara përfunduan një seri të mëtejshme sulmesh kundër Iranit që synonin dobësimin e mëtejshëm të aftësisë të Teheranit për sulmuar anije tregtare dhe marinarët civil të pafajshëm në ngushticën e Hormuzit. Forcat amerikane goditën, sikurse tham, 90 objektiva, duke përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore, infrastrukturën e mbikëqyrjes bregdetare, depot e raketave dhe dronëve, aftësitë detare dhe infrastrukturën e logjistikës ushtarake përgjatë bregdetit iranian. Sulmet vinë pas ekzekutimit të suksesshëm të ofensivave në Iran natën e kaluar, shkroi Komanda qendrore. Ministria iraniane e shëndetësisë, cituar nga Al Jazeera, njoftoi se sulmet amerikane të dy ditëve të fundit kanë vrarë 14 persona dhe kanë plagosur 78 të tjerë.